Bismillahirrahmanirrahim. Prej gjërave më të mira që sot lexova, po kam dëshirë me nda me ju, është që Allahu Gjelle Shanuhu ndodh që në shumicën e rasteve, kur ta çon sprovën, e çon edhe krenarin, e çon edhe famën, autoritetin, shpërblimin, qetësinë, zgjidhjen, mrena qësoj sprove. Prandaj, ka raste ku njeri mendon që o Zot kur po ma largon sprovën, që të qetësohem. Allahu nuk e largon. Po çka bën Zoti? Zoti është më i ditur, më i mençur, më i urtë, më largpams, më i mëshirshëm për robën e vet se sa robi për veten e vet. Edhe i jep me kuptu atij dhe të gjithë të tjerëve se ja, këtë sprovë të cilën ja kam çu, mrena kësaj sprove kam e çu krenarinë e tij, kam e çu qetësinë e tij. Si shembull, Ibrahimi a.s. teksa po hudhej në zjarr, e hodhën armiqtë e tij, ata menduan se do ta shkatronin, nuk e dinin që krenaria, qetësia, fama, autoriteti Ibrahimit a.s. veç do të shtohej, edhe ai zjarr do të bëhej bërden vë selama, paqe edhe flad për ta. Pra Allahu nuk e largoi me çu shiun, ose me u qel toka dhe me u zhduk zjarri, me hangër toka, me përbin zjarrin. E la Zoti, sprovën e la, e shtin Ibrahimin a.s. në sprovë, po mrena sprovës i dha qetësi. Davudin a.s. kur u ballafaqu me mbretin, me Xhalutin, Davudi a.s. asnjë shans nuk e kishte që me dal fitimtar ndaj tij. Dhe ishte i sigurt që kjo sprovë me të cilën po ballafaqoi ishte shkatrimi i tij. Por Allahu Gjelle Shanu deshte me rahmetin e tij dhe me sebeb, me arsye që vetë Zoti e din, me mbyt, edhe kjo më kon sebeb që mu bon Davudi a.s. mbret pastaj. Jusufi a.s. futja ati në burg, fillimisht në post, por edhe në burg, të gjithë mendonin se domani ishte fundi, por burgi ishte sebepi, arsyeja që Jusufi a.s. pastaj me mrim me u bë zëvendësi mretit, me vendos çka doje në shtet. Pse? Aty mrena në burg ishte qetësia dhe koha për me marrë veten Jusufi a.s. mes tij dhe Allahut me bë davet e tjerë me i rishiku pozitën e tij me Zotin. Edhe në një moment Zoti e çon dikon i cili shën i ëndër, ky ja komenton ëndrrën, që nuk ishte imagjinueshme, nuk ishte kur far sebepi i jashtëm, kur far sebepi që kjo ëndër mu bë sebeb që me shpëtu, domethënë Jusufin a.s. me nxjerr nga ky burg, pra në mbretëri atje lart. Pra mrena sprovës e çaj Muhamedi alayhi salatu wasalam të gjithë e nënçmonin e përçeshnin që Allahu xhel ja merrte fëmijët në veçantë djem, duke menduar se në këtë formë atij do të vi fundi edhe nuk do të përmendet ky njeri. Por ndodhi e kundërta që Allahu Gjelle Shanuhu me këtë sprovë, përmes saj me e bën sebeb që emri Muhamedi alayhi salatu wasalam me u ngrit lart deri në kiamet. Të gjithë armiqtë e tij, pa marrë parasysh sa lëvdoheshin që kishin famë, autoritet, fëmijë, pasardhës e tjerë, të gjithë u harrun. Veç nëse përmendën për keq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam përmendet në ezan, në derse e tjerë, në namaz, jashtë namazit, vetëm për mirë. Meriemja, nona Isës alayhi salam, kur po i lindte fëmia, mendoi që kjo ishte një fatkeqësi e pa imagjinueshme, edhe tha, sikur të kisha vdek, të kisha harru. Ku paramendo, tash është kam i dal popullit para, unë me fëmijë, unë i grua e cila kam boj zmet xhamisë së shenjtë Aksas, edhe më kanë njoftë të gjithë për të ndershme dhe të virgjër, unë me shku me fëmijë në dorë. E pa imagjinueshme. Kjo sprovë mendonte që do të ishte shkatrimi i saj, e tha, o Zot, ma merr shpirtin, më bën kërkush mos me ditë që kam ekzistu, por nuk e dinte që mrena kësaj sprove ishte fitoria e saj. Pra u përmend, u ngrit fama e saj, emri i saj, idealit saj deri në kiamet. Prandaj, pa dashte me sjell akoma shembuj të tjerë, po i tham vetes edhe juve. Keni kujdes, sepse çdo sprovë e ka një urtësi. Vetëm lutni Allahun Gjelle Shanuhu me jeqin, me bindje, që Zoti me fundin me pru me khair,
se ti nuk e din, ti mendon që dën me largu sprovën, por ndoshta mrena në sprovë është fama, autoriteti, respekti, falja, krenaria, guximi, etj yti, njëjtë sikur se shembuj që e përmenda më lart. Andaj la tayasu min rahmatillah, mos humni shpresën në mëshirën e Zotit. Selam.